Kjo grua është në panik për fëmijën e saj. Për të shkuar në shkollë, ajo duhet kaloj përmes rrugës makinave. Doj që të përfundoj shkolla, që dhe fëmijët shkollohen mirë këtu, mos shkojmë ande larg. Kemi frikë kur i çojmë pazarit. Duam që të mbaroj. 600 fëmijë të pjesës perëndimore të Elbasanit detyrohen të marrin mësim në shkollat e tjera të qytetit. Udhëtimi në anë të rrugëve automobilistike është i pashmangshëm. Fëmijët vazhdojnë këtu te shkolla e vjetër, është bërë shkolla e re aty poshtë dhe nuk ka marrë akoma. Kalimi i makinave ata janë të vegjël, janë të kopshit. Godina e shkollës lagjes Dyli Haxhire Myzyri ka përfunduar në vitin 2007, por kjo shkollë nuk është vënë në funksion. Prej 7 vjetësh, kjo shkollë në lagjen Dyli Haxhire Myzyri në Elbasan ka mbetur e papërfunduar. Bëhet fjalë për 15 milion lekë, të cilat nevojiten për investime në infrastrukturë dhe për rrethimin e saj në mënyrë që të përfundojë plotësisht. Mosmarrveshjet mes bashkisë dhe ministrive përkatëse kanë bërë që rreth 600 nxënës të zonës suburbane të Elbasanit ta zhvillojnë mësimin në shkollat e tjera të këtij qyteti. Premtimi është që muajve në vazhdim të gjendet një zgjidhje përfundimtare për këtë handicap dhe milionat e investuara për ndërtimin e godinës të jenë funksionale për komunitetin.